Kjo fundjavë e dytë e këtij muaji veror ka ngrohur jo vetëm motin, por edhe shpresën e të gjithëve për një sezon të mbar në Sarand. Ngado sheh të rinj të organizuar në grupe nga qytete të ndryshme të vendit, të huaj që prenotojnë guidën e të nesërmes me anija apo skafe turistike. Hapësira e plazheve poshtë e përgjatë shëtitores të gjitha publike, plot me frekuentues të tyre me çadrën e tyre. Shqiptarët të huaj duke marrë zë diellore, mirërën e pastër dhe duke marrë kënaqësinë e zhytjes në ujin blu të Jonit. 7 giorni. Jam për 7 ditë me pushime në Ksamil. Sot kam ardhur në Sarand, që është kaq elegante, por problem është parkimi. Con i parcheggi non si Canada. Kam ardhur nga Kanadaja. Është e pëlqyeshme që plazhet këtu janë publike pa pagesë. Kemi ardhur si grup për të ndëjtur 10 ditë këtu. Guidat me anije gjithashtu do t'i provojmë, do të shkojmë edhe në Ksamil. Very fun. Yeah, Sarand. Jam nga Teksasi. Unë gjeta kohë të pushoj, po nuk jam pushues. Prej 2 vitesh jetoj këtu, punoj fotograf dhe jam i kënaqur. Më pëlqen çdo gjë në Sarand, edhe në Shqipëri. Në 3 plazhet publike të bien në sy kufizimet me bova, shumë gjyshe ujore që përcaktojnë qartazi hapësirën e lejuar për të notuar dhe kategorikisht të ndaluar për të hyrë mjetet e vozitjes, elemente këto që japin siguri të plotjete për çdo frekuentues plazhi. Në shërbim të dhënies së kësaj sigurie janë edhe trikullat e vrojtimit në të cilat 16 orë në ditë sheh të shërbejnë njerëz që veshin bluzën Lifeguard me logon e bashkisë. Mbrëmja afron pamje më piktoreske dhe të mbushur me lëvizje dhe me klientë që frekuentojnë lokalet përgjatë shëtitores. Kudo sheh njerëz që marrin kënaqësinë e të gjendurit në Sarandën e bukur në këtë fundjavë të dytë të qershorit, të kënaqur e të relaksuar dhe të përfshirë në gjallërinë e këtyre mbrëmjeve që shpërndajnë atmosferë të jodizuar në çdo shëtitje dhe tinguj muzikor jo bezdisës si muzikë në sfond. Vizita apo ardhjet për të kaluar fundjavën në Sarand me variacionin dhe relaksin që ofrojnë shërbejnë si një test për të programuar e ardhur me pushime të plota dhe më të zgjatura në Sarand.